Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër shpallën në kërkim shtetasit EK 32 vjeç dhe AM 21 vjeç, të dy banues në fshatin Grudere pasi ditën e djeshme në vendin e quajtur Kryqëzimi i Vinotekës, janë konfliktuar me njëri tjetrin për motive të dobta. Gjatë konfliktit dyshohet se shtetasi EK ka përdorur edhe armë zjarri pa shkaktuar pasoja. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit EK është gjetur një pushkë pneumatike sportive, e cila është sekuestruar në cilësinë e provës materiale, po punohet për kapjen e tyre. Gjithashtu, po këta specialistë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin Alënj 54 vjeç banues në Shkodër, pasi ky shtetas nuk i është bindur urdhërit të punonjësit të policisë bashkiake Shkodër. Specialistët e policisë kufitare referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin serb NC 34 vjeç për veprën penale, falsifikimi i vulave, i stampave ose i formulareve. Pasi ky shtetas është paraqitur në hyrje të rrugës shtetërore në pikën e kalimit kufitar të Hanit të Hotit me automjet kamion dhe gjatë kontrollit rezultoi se targa e përparme e kamionit ishte e mbivendosur dhe nuk i korrespondonte automjetit. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AU 30 vjeç dhe VU 67 vjeç, të dy banues në fshatin Malikolej për veprën penale, falsifikimi i letërnjoftimeve, i pasaportave ose i vizave. Pasi në muajin prill të vitit 2024, shtetasja VU i ka postuar djalit të saj shtetasit AU emigrant në Francë një pasaport bullgare të falsifikuar, e cila është kapur nga autoritetet gjermane në aeroportin Leipzig në Gjermani. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie e Madhe shpallën në kërkim shtetasin NM 70 vjeç për veprat penale, pushtimi i tokës dhe ndërtimi i paligjshëm, pasi ka kallëzuar shtetasi XG 76 vjeç se ky shtetas i ka ndërtuar një mur rrethues 100 metër të gjatë në pronën e tij, të cilën pretendon se e ka me dokumenta. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë PUK referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin TD 57 vjeç, pasi nga kontrollet e kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE-s, në banesën e tij u konstatua lidhje e paligjshme energjisë elektrike. Me datë 16 janar 2026 ka bërë kallëzim shtetasja GA 60 vjeçe banuese në fshatin Grill Malësie e Madhe, se ka gjetur banesën e saj të hapur dhe sende të shpërndara në tokë. Nga veprimet hetimore të kryera dhe e këqyrja e vendit të ngjarjes rezulton se ka vetëm zhvendosje të orendive dhe sendeve në mënyrë të çrregullt dhe nuk është konstatuar asgjë e humbur nga ana e saj. Ndërkohë, me datë 16 janar 2026 në fshatin Hajmel, gjatë natës në oborrin e banesës së tij, dyshohet se për shkaqe aksidentale ka rënë zjarr në automjetin në pronësi të shtetasit RB 39 vjeç, si pasojë është djegur plotësisht automjeti. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet të mëtejshme.